Kjo fjalë aq shumë ka shpërblim tek Zoti, saqë nëse thuhet në një formë caktuar, a e dini sa sevape merr njeriu apo jo? Merr njeriu 1 milion sevape. A çdo të fjalë 1 milion sevape? 1 milion sevape do të thotë garant për të fshi 1 milion gjunahe. Ja vlen apo nuk ja vlen me mësu? Vallahi ja vlen. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd. Kush futet në treg, në pazar dhe thot La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd. Tog fjalë që i parë. Yuhyi wa yumit. Tog fjalë që i dytë. Wa huwa al-hayyu la yamut. Tog fjalë që i tretë. Biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tog fjalë që i katër. 4 tog fjalësha ose 4 fjali. Kush i thot, Allahu i shkruan sa 1 milion me 6 zero sevape. Tani ka në i burë këtu në një njërë të forë që mund boj 1 milion gjuna në ditë? Ska, sikur me në mledh gjithë neve ndoshta nuk bojmë do të 1 milion gjuna në ditë. E po ti e thu një herë, sa herë fut me në tregë në ditë? Sa herë mund shkoj? Se treg të quhet edhe kur futesh tek një mall i vogël, tek një market, tek diku, thuhet ti. Se nuk është për qëllim vetëm ai tregu i madh, çdo lloj tregu. Është e vështirë për të mësuar. Ndoshta është, e ke tek libri Mburoja e muslimanit, hape, e zbrite në aplikacion, edhe e ke aty në celular, hap dhe e mëson edhe e thu. 1 milion ja vlen vallahi me mësu për menç. Me 1 milion sevape s'ka shejtan që të dali përpara. S'ka xhehenem që mund përballet me ty. Po nëse thu 2-3 herë në ditë, 5 herë në ditë, merr me 1 milion, 2 milion, 3 milion, 4 milion, 5 milion, 10 milion. Çfarë bëhet kështu? Po ky pra është Zoti i madh. Na e themi gjithmonë që Zoti na do fort. Po nuk është llafe. Që Zoti na do fort me gjithmen, urdhëno argumentat.